Miqtë e Rayan Alan tregojnë detaje tronditse pse u vra 24 vjeçaria palestineze. Nëna e saj kishte frikë se i zbulonte. Miqtë e 24 vjeçares palestineze Rayan Aluan, e cila u vra në Tiranë në 22 shkurt, kanë rrëfyer shkakun që sipas tyre gjendet pas vrasjes së 24 vjeçares. Ata pretendojnë se nëna e Rayan ishte në konflikt të vazhdueshëm me të bijën për shkak të punës që kishte zgjedhur të bënte. Nëna e 24 vjeçares sipas tyre ishte punonjëse seksi dhe kishte frikë se bija mund t'i ekspozonte të vërtetën. Ata kanë shpjeguar se prindrit e 24 vjeçares kanë inskenuar gjithçka duke menduar se nëse vrasja kryhej në vendin tonë, atëherë miqtë e saj nuk do të zbulonin të vërtetën. Rayan kishte pasaport greke, por nuk mund të udhëtonte nga Gjermania sepse nuk ka leje qëndrimi gjermane, vetëm status azili. Ata besuan se nëse ajo vritet atje, ne nuk do të mësonim asgjë për fatin e saj pasi shtypi gjerman nuk publikoi asgjë për lajmin. Ne kërkojmë prej një muaji, por deri dje nuk dinim asgjë. Ishte një lajm i publikuar në media që na zbuloi fatin e mikeshës tonë, thanë ata. Sipas tyre, nëna e Rayan Aluan ka njoftuar 2 ditë më parë familje në Liban se Rayan kishte ndruar jetë për shkak të një aksidenti automobilistik në Gjermani. Madje për këtë është publikuar dhe një artikull në mediat libaneze. Nëna e saj 2 ditë më parë njoftoi familjen e saj në Liban se Rayan kishte ndruar jetë për shkak të një aksidenti automobilistik në Gjermani. Kjo është arsyeja pse ne nisëm të dyshonim dhe nisëm të kërkonim në internet derisa hasëm në lajmin e publikuar. Ajo po u afsheh krimin të gjithëve, por ne kemi zbuluar të vërtetën. Thjesht duam që të gjitha dinë se nëna dhe baba i saj ishin ata që vranë. Ne duam vetëm trupin e saj ta varosim në Berlin, janë shprehur miqtë e saj.